4 pensionistë nga Çajla sot kanë financuar ndarjen e hallvës për rreth 1000 persona. Kjo në nderim të 10 ditëve të fundit të muajit Ramazan, të cilat besimtarët i jetojnë duke shtuar bamirësinë dhe duke bërë vepra që synojnë kënaqësinë e Zotit. Aksioni i shpërndarjes u menaxhuar nga humanisti Sinan Elezi nga Çajla, i cili ka shfrytzuar rastin që t'i falenderojë të gjithë donatorët që këtë muaj të Ramazanit e kanë bërë të begat me bamirësi. Këtë dhurat e shpërndarjes hallvës janë 4 pensionistë i Çajle që kanë punuar në Zvicër, ka qenë bamirës gjithmonë i rregull, kanë pas dëshirë ndihmojnë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit dhe gjithmonë janë afër edhe nevojtarëve dhe jetimave. U falenderojmë kitve, inshallah këtë muaj të shenjtë të Ramazanit Zoti na pranon dhe na dhash shëndet, pasuri, familjar dhe gjithë donatorëve të bamirësve këtë muaj të shenjtë që është me shire Zotit, sa mund vukina ndihmo nevojtarët edhe jetimat se kanë pas sofrën bosh. Hallva u përgatit me shumë përkushtim nga mjeshtrit e kuzhinës popullore e Mona, e njohur prej vitesh për aktivitetin e saj humanitar dhe ndihmën që ju ofron personave në nevojë. Me këtë rast Elezi kujtoi edhe mikun e tij tashmë të ndjer, pronarin e kësaj kuzhine, duke theksuar se ai për vite me radhë ishte pranë shumë familjeve në nevojë në territorin e Gostivarit dhe jo vetëm. Ne i falenderoj shumë kuzhinës e Monës se kum pas një shoq krajnë e gjatë, ai sot nuk është mesin tonë, po une i lutëm të madhi Zot ja falë xhenetin, a bashkëshortës ati dhe djalit ati ta vazhdoni këtë aktivitetin që e ka pas dhe ma sukses të saj, prandaj vu falem këtë hadh e përgatit kuzhina e Mona, bashkëshortës ati dhe djali që Hallva u nda për banorët e Çajlës, por edhe për të gjithë kalimtarët e rastit të vendbanimeve fqinje.